Përshëndetje, mirë se vini në konferencën e të premtes me gazetarët, me kryetarin e Partisë Demokratike. Zoti Berisha vjen nga një takim për pensionistët dhe do të fokusohet pikërisht këtu konferenca e sotme. Fjala për zotin Berisha. Ndaj pensionistëve është dëshmi e njerëzisë apo çnjerëzisë së shtetit ndaj shqiptarëve. Mbasi ata sot janë pa diskutim shtresa më në nevojë, që përballen me dhimbjet e përditshme dhe jo pak prej tyre qajnë çdo ditë me lot të ftohta mjerimi. Në takimin që pata sot me ta, përfaqësuesit e shoqatave të tyre shumë serioze, ata vlerësuan realisht programin e Partisë Demokratike për vendosjen e minimumit jetik 200 euro, që është interesi më i madh i mbi 520.000 pensionistëve, të cilët marrin që të gjithë ndën 200 euro, vlerësuan kartën e konsumatorit, edhe ajo si një lehtësim real, por bën dhe sugjerime tjera të drejta. Dhe unë u premtoj sot pensionistëve shqiptar se të gjitha padrejtësitë ligjore në përllogaritjen e pensioneve marrin fund brenda 3 muajve të parë të qeverisjes Partisë Demokratike. Qytetarët duhet ta dinë se në ligjet për pensionet ka absurditete, ka mohime kontributesh, ka mohime vitesh, ka arbitraritete. Ta zam, në ligjin e kohës, punëtori në kooperativën bujësore, kooperativisti fillon të punën në moshën 14 vjeçare, kurse ndërmarrjen shtetërore në moshën 15 vjeçare. Edi Rama ka shpallë si vit fillimit punës moshën 18 vjeçare, duke u mohuar në këtë mënyrë 3 dhe 4 vite qindra mijëra pensionistëve. Unë thash këtu vetëm një shembull të absurditeteve ligjore që këta kanë vendosur. Tani rikthehemi për një moment te gropa që thotë Edi Rama në fondin e pensioneve. Autori më i madh i gropës në fondin e pensioneve është Edi Rama. Jo vetëm me largimin masiv të trive dhe të punëtorëve të ri nga Shqipëria, por me mos pagesën e kontributeve shoqërore për punojësit e administratës. Nuk ndodh kjo dhe të ndërmarrjeve publike. Kjo është e pandëgjuar ndonjëherë, që shteti nuk paguon sigurimet shoqërore për punojësit e tij. Pra shteti marr në zi punojësit e tij. Pra administrata shtetërore është një piramidë informaliteti. Dhe kjo merr fund. Kjo nuk ka ekzistuar. Unë garantoj që do të jetë i hekurt ligji që njëkohësisht me disbursimin e pagave do disbursohen kontributet për sigurime shoqërore për çdo punojës
të administratës shtetërore dhe të ndërmarrjeve publike në mënyrë të prerë dhe të padiskutueshme. Pensionistët dhanë ide tjera, propozime tjera shumë të arsyeshme. Ata kërkuan që shteti të shmang nga detyrimi fiskal të ardhurat që ata krijojnë pas daljes në pension, pagat që marrin pas daljes në pension. Dhe kjo do ndodh. Mora përsipër që pensionistët nuk do të paguajnë për pagën shtesë sigurime të tjera apo taksa të tjera. Pensionistët kërkojnë jo udhtim falas, me gjysmë çmimi. Dhe unë këtë ju premtoj atyre udhtim me gjysmë çmimi në të gjithë Shqipërinë. Është bërë pa imagjinueshme. Sot me vizera apo me këto linjat e lira shkon me një çmim më të lirë Tiranë-Berlin se sa Tiranë-Vlorë me autobus apo me taksi. Pensionistët me letërnjoftimin që dëshmon moshën do të kenë bileta të përgjysmuara. Pensionistët do kenë të drejtë të analizave bazë, falas çdo 6 muaj, falas. Ju e dini, check-upi Rama-Nushi përjashton pensionistët. Kushton 60 milion euro ndajnë së bashku Edi Rama me Vilma Nushin, mos më shumë, me procedurën e check-upit, dhe i përjashtojnë pensionistët. Check-upi do të anullohet me njëherë, dhe pensionistëve do të njihet të drejtë analiza e falas 2 herë në vit. Pensionistët kërkojnë gjithashtu organizime kulturore në grupe brenda vendit mundësisht, po ndonjëherë dhe në vendet përreth. Ministria do ketë të gjitha fondet dhe buxhetin për një trajtim sa më dinjitoz të pensionistëve. Pra, unë mund të them se ky është një takim shumë i frutshëm. Shoqata e pensionistëve raportoi se në rast se qeveria që po kalon, që po ikën, do të kishte ndjekur trendin e qeverisë më pashme në rritjen e pensioneve, sot pensioni minimal do të ishte 210 euro. Më falni, pensioni mesatar, do ishte 210 euro. Po imagjinoni ju, në qoftë se marrin parasysh dyfishimin e çmimeve, ai duhet të ishte detyrimisht të paktën 260 euro. Dhe është 170 euro. Pra, është një situatë të cilën Aleanca për Shqipërinë madhështore merr përsipër ta ndryshojë me shpejtësi. Dhe konsideron vërtet kjo është një faturë sociale, nuk mohohet.
por konservatorizmi nuk injoron kur dimensionin e dhimbshurisë njerëzore. E ka në moralin e tij. Ndaj dhe ne jemi kaq të fokusuar në paketën e dhimbshurisë dhe updateimin e saj, plotësimin e saj. Ju faleminderit, jam i hapur për çdo pyetje, mundësisht për programin, sepse qytetarët nuk janë të interesuar as për zhapit, as për hardhucat, as për idilin e dini vet, po janë të interesuar se çfarë ofrojnë forcat politike në këtë fushat. Zoti Berisha, kam dy pyetje. Pyetjen e parë kam lidhje me çështjen e pensionistëve, kam edhe një pyetje tjetër. Në lidhje me këtë çështje, ju prej më shumë se 3 muajsh i mëshoni çështjes së pensionistëve dhe paraqesni programin tuaj politik pas 11 majit. Keni bërë ju sondazhe, a e kanë përqafuar pensionistët të program politik, duke parë se edhe nga ana tjetër Partia Socialiste këtë shtresë të shoqërisë ka parë si hambarin e votave për zgjedhjet që janë zhvilluar më herët. Çfarë më rezulton? Më rezulton nga kjo. Mua më rezulton se pensionistët e kanë pëlqyer programin e Partisë Demokratike. Dhe pensionistët janë kundër refuzojnë qëndrimin cinik të Edi Ramës ndaj tyre, mashtrimet e tij për humlerën, por edhe bonuset edhe dhuratat me pikatore. Pensionistët nuk donë gjë tjetër, vetëm shpërblimin që meritojnë. Siç janë pensionistët të Kosovë, siç janë në Maqedoni, siç janë në Malzi. Këta ishin në nivelet një pensionist në Shqipëri mirëte më shumë se një pensionist në Bullgari dhe Rumani, të cilat ishin vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sot është rrekullisë. Sot janë të fundit. Pse? Sepse administrata nuk paguan sigurimet shoqërore. Pse? Sepse Edi Rama në mënyrën më të paimagjinueshme ndan 16 milion euro nga 8 miliard për pensionistët. Sigurisht që pensionistët kanë pëlqyer realisht, ndaj dhe bën edhe propozime të tjera, po kanë pëlqyer paketën e dhimbshurisë. Edhe një pyetje tjetër. Gjatë orëve të fundit në media janë publikuar përgjigje të Erion Veliajt nga qeveria, të cilat edhe ju keni paralajmëruar më herët. Keni ju një koment dhe si duket gjua e zotit Veliajt ndaj zyrtarëve të lartë Partisë Socialiste? Së pari, nga publikimet e tij del mirëfilltas, një shpellë intrigantësh, njerëz të inkriminuar që fusin thika njëri tjetrit. Tani, që Erion Veliaj është aty ku është për krime të rënda, kjo nuk ka diskutim. Por Erion Veliaj duhet të jetë me organizat kriminale, familjare dhe bashkiake, të dyja. Po, i ka të dyja. Por që me Erion Velin të organizohen kurthe nga ministra, kjo është makbethiane. Pak të themi, por është makbethiane. Lere që e regjistrojnë në gjitha anët dhe pastaj u luziu, a e morë të vesh ju kush është Olsi? A e kinë marrë vesh? Olsi është u luziu,
absolutisht, po është uluziu. Jo, një minut. Olsi i Altin Hajrit, i 2 kostumeve, merja pak masën, i thot. Merja atë masë, aje bëri punën, thot. Aje bëri punën, të regu burri mira, i thot. Aje bëri punën, thot. A ti, thot, merja masën për 2 kostume. Tani, burime 100% sigurta më informojnë se nuk bëhet fjalë as për Olsi Çelën, as për Olsi Dadon, por për uluzi shtithrush. Po, ja pra, se me çfarë malli kemi të bëjmë. Kështu që komentet e mia për përgjimet që i kanë bërë Jon Velis dhe mesazhet e tij tregojnë më së miri se kemi të bëjmë me një grup mafioz me pushtet, të cilët nuk kanë asnjë rregull, asnjë ligj, asnjë normë. Zoti Berisha, në javën e fundit keni prezantuar një pjesë të programit të Partisë Demokratike ku për çdo sektor premtoni 2 fishim apo edhe 3 fishim të fondeve, ndërkohë për pensionistët sërish do të keni një barë financiare me lehtësirat që premtoni se do u bëni. Pyetja e parë, ku do dalin këto lek, nga do gjenden në buxhetin e shtetit të gjithë këto para dhe sa është fatura financiare të gjithë programit tuaj për zgjedhjet e 2025-s? Pyetje shumë e drejtë. Këto para zgjithash do të dalin nga vjedhjet e mëdha që bëhen. Nuk do humbasin ma 130 milion euro me djegësin e Tiranës. Nuk do humbasin më 110 milion euro me beketin. Nuk do përdoret më avion taksi për kryeministrin me 21 milion euro. Do t'i ngarkohet, do t'i faturohet Surrenit kopshti 5 milion euro. Do t'a paguaj 1 për 1 nga xhepi e Edi Ramati. Nuk do serviret verë 33.000 euro shishja. Nuk do prokurohet 10.000 euro sauna e veturave të ministrave. Dhe këto bëjnë një shumë e cila përballon 1/3 e faturës. Burimi i dytë i madh, ku do mirën këto para dhe shumë e drejtë, është sepse ne e kemi fakturë që ulja e taksave shton të ardhurat. Dhe ne besojmë se me uljen e taksave ne shtojmë të ardhurat buxhetore në një masë prej të paktën në 4 vite në 30% të GDP-s. Ky shtim të ardhurash do kaloj pikërisht për fondet për premtimet e bëra. Por, burimi më kryesor i të ardhura për përmbushje e premtimeve janë
realizimi i punëve publike me çmimet ndërkombëtare, s'po themi kombëtare, me çmimet që përcaktohen në manualet e ndërtimit. Bashkimi Evropian ka një manual ndërtimi. Shtetet e Bashkuara kanë manualin e vetë të ndërtimit. Në qoftë se ju ndërtoni mbi ato, bazuar në ato manuale, që tregojnë kostot për çdo punë dhe çdo objekt, çdo vegël dhe çdo objekt, ju do gjeni se në Shqipëri rruga që kushton 10 milion euro ndërtohet pa asnjë lloj problemi me 1.3 milion euro. Ju do gjeni se në Shqipëri rruga që ndërtohet me 700.000 euro kushton sot 5 milion euro. Ju do gjeni se nëse merr faturën totale të investimeve që Lubi Balluku ka patur në përdorim këto vite, ajo shkon 12 miliard euro. Por nëse kontrollon një për një objektet e investuara, ato nuk kushtojnë kurrë më shumë se 1.3 miliard euro. Pra, të garantoj se fondet do të mjaftojnë pa asnjë lloj dyshimi dhe jo vetëm kaq, por do ketë projekte më të fuqishme, më të mëdha në punë publike se gjërë sot. Natyrisht, nuk do të harroj asnjëri se në epicentër të përpjekjes sonë do të jetë lufta me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit. Me këtë luftë ne garantojmë të gjitha burimet financiare për t'u dalë zot 100% dhe me rezerva premtimeve tona. Ai që mund të verë në dyshim këtë, e ftoj të shkoj të marr rrogat dhe rritjen e rrogave dhe pensioneve në vitet 2005, 2006-2013 dhe të krahasoj dhe punët publike që janë kryer në atë periudhë. Do të gjej se nuk ka asnjë lloj vështirësie për të përmbushur premtimet që kemi. Tjetër mund të them, burim tjetër, sot ka një administratë 230.000 punojës. Ja çdo lloj proporcioni. Natyrisht e gjithë kjo është në kurriz të rrogulltëve, në kurriz të pensionistëve. Dhe kjo merr fund. Ndërmarrje publike me punësim me mira patronazhist, të gjithë taksën e energjisë, tarifën e energjisë e rrisin këta, se këta rrisin koston e prodhimit të saj. Po të studioni ju, taksat e drejtorisë së qarkullimit rrugor, transportit. Ju s'mund ta imagjinoni se çfarë gjobash të rënda vend për qytetarët ajo drejtori. Dhe me këto gjoba shkon dhe ndërton Formula 1, se i duhet Elbasani s'ka bypassin dhe këta ndërtojnë Formula 1. Unë nuk jam kundër Formula 1. Jo. Por nuk mund të pranoj kur të mirët të futet dora në xhepin e qytetarëve, siç fut ky nëpërmjet drejtorisë, nëpërmjet shkëmbishimit tarifave të shërbimeve të kësaj drejtorie ndaj qytetarëve.
apo hase kanë, ta kanë vetura dhe kanë. Jo, nuk është kjo logjika kur. Pra, besoj se u bë një qartësim i burimeve me të cilat do përmbushen detyrimet e ofertës sonë. Fatura financiare është lehtësisht e përballueshme. Kur të them është lehtësisht e përballueshme, është lehtësisht e përballueshme. Zoti Berisha, si mund ta ndaloni Euroatlantikun Lulzim Basha që të përdor logon e Partisë Demokratike në rrjetet sociale? Është bërë një përpjekje deri diku e suksesshme për ndalimin e logos në disa zyra përmes KQZ-s. Faleminderit. Tani, ai është një mision, Brava është një mision, dhe atia dikton padroni ti Edi Rama një akt të tillë që përbën vjedhje pronësie. Natyrisht, është një akt shumë i gabuar, shumë i gjesti dënueshëm, i gabuar. Por shqiptar që të votoj më Lul Bravën, pse mban këte apo atë logo, nuk ka. Nuk ka. Zoti Berisha, Sami Zyraj, faqja e njohur Lolita ka hapur një emision ku e ftuara e parë ishte bashkëshortja juaj. Pyetja e parë është, a jeni xheloze që Faqja Lolita. Po, ka hapur një emision dhe ka ftuar si të ftuarën e parë Lilin. Pyetja e parë është, a jeni xheloz që ishte Lili e ftuara e parë dhe jo ju, dhe si t'u duk intervista? E keni shikuar? së pari njerë e falenderoj Lolitën për iniciativën e saj. Së dyti, mos më pyet mua për Lilin, sepse jam në konflikt të plot interesi. Kam një adhurim pa fund për te. Ndaj dhe unë nuk mund të them. Pyetje tjera? Kjo është. Faleminderit. Faleminderit.